Tani më e keni kuptu një kohë gjatë se unë ju flasë se fjala fe është e Shqipës dhe secili prej jush duhet të reflekton që flet shqip. Kur them programimi, njerëzit do të më kuptu çka është programimi, ku jemi programu. Dhe çka do më thonë programim, se këto çka janë IT dhe mirën me kode, me JavaScript, PHP, tani ka dalë teknologji më e re, inteligjencia artificiale, kuptojnë se çka do më thonë, se kur dojmë ta bëjmë një formatizim të PC-s, siç kemi thonë të herët, bëhet për 5 minuta. Mirë po ju që e përdorni fjalën Allahumme, është Elohim, unë e kam dhënë shpjegimin, është Elohim. Në Kur'an përmendet 5 herë dhe këmë thonë, ati ku përmendet në Kur'an është madhkim, nuk bëhet fjalë për Zotin e vërtet. 5 herë përmendet. Dhe është Elohim, por e mira e gjithë kësaj që unë kum dhënë shpjegime, është se tani në botën e ashtu quajtur, Arabë, Egjipti, Siria, Iraki, gjithë edhe ata janë në një moment kritik, historik, se edhe ata e kanë kuptu se janë të programum dhe se libri që quhet Mushaf Kur'an është kritikisht ndryshe për asaj që e kanë trashëguar.